Për Sali Berishën, kryeministri Edi Rama injoroi kërkesat e protestuesve. Në bashkëbizetimin me qytetarët, kreu demokrat thaset dallga e lëvizjes së qytetarëve do të bëhet me tronditse për qeverinë, pasi sipas tij nuk do të ndalet. Injoroi de facto totalisht kërkesat e ligjshme të protestuesve që po bëhen prej 2 muajsh. Kërkesat më themelore të kësaj proteste janë 5 pikat, nga cilat e para është Edi Rama jep dorëheqjen, të parevokueshme, të panegociueshme. Nuk ka kërkesë me legjitime sepse Edi Rama nuk është një kryeministër legjitim. Edi Rama është instaluar në pushtet nga zgjedhjet plaçkitura të vërtetuara tashmë nga gjitha raportet ndërkombëtare. Berisha u ndal tek çështja e reformës territoriale, ku paralajmëroi protesta. Ai drejtoi gishtin nga kryeministri Edi Rama duke e akuzuar se po kërkon konfrontim. Edi Rama vendosi të mbyll punimet e komisionit, të tërhiqet dhe votoj në mënyrë të njëanshme raportin dhe të kundërligjshme raportin e Maznikut, i cili s'ishte paraqitur në komision. Ai bën gjithçka për një konfrontim dhe unë ftoj qytetarët që këtë reformë kaq të rëndësishme për ata, për komunitetet e tyre, për zonën e tyre, të mos e lanë në duart e Edi Ramës, por të bashkohen me kryengritjen e përgjithshme popullore në Tiranë, gjerë në largimin e tij.